Përshëndetje të nderuar miq, ditën e sotme do të flasim sërish për çështjen Balluku. Çfarë do të bëj kryeministri Edi Rama? Deri tani në mbi tavolinë janë 3 skenarë, nëse do të jap dorëheqjen vet Balluku, do ta shkarkoj Rama, apo do të vazhdoj të jetë e pezulluar, duke vazhduar betejën ligjore në gjykatë për masën e sigurisë, por edhe për vendimin për pezullim nga detyra që i dha gjykata e posaçme. Ajo që dim deri tani është një mbledhje qeverie e planifikuar për mëngjesin e sotëm, pra të ditës së premte, nuk është zhvilluar pasi nuk kishte kush ta drejtonte, për shkak se zëvendës kryeministri u pezullua. Ndërkohë që kryeministri po drejton samitin e liderëve të Ballkanit Perëndimor që ndodhen në Tiranë dhe po vijnë aktualisht. Po për të folur për çështjen Balluku dhe skenarët, kemi të ftuar mikun e emisionit ton, Zaçi Islami, për ta sqaruar më mirë, më troç se me këto tjetër. Mirëmëngjes avokat dhe faleminderit shumë. Mirëmëngjes dhe faleminderit dhe unë ty për ftesën dhe lidhur me pyetjen që bëre. Po, aty avokat tani së pari një çfarë ndodhi mbrëmë aty se në media ka shumë skenar, hipoteza, jo ka pasur tension, debat, si do i përgjigjen në rrugë ligjore apo do i shpallin luftë spakut. Berisha ka hedhur sa hipoteza të tjera që ka ndodhur, pavarësisht se ai ndodhet me ata në oqeanit, jo në Amerikë, në veriut, por në Brazil poshtë. Pra, ç'a ndodhi mbrëmë aty avokat? Si mendoni që do përgjigjet sot qeveria spakut? Pas ka vajtur një parantezë, pas ka vajtur në Brazil, Salihu? Po, se shmëlidhen këta të partive si motra, në më të gaboj. Po e ka kaluar oqeanin, po e ka kaluar andej poshtë, jo lart. Dëgjoj zotëri, ne jemi shteti më karagjos në botë. Dhe një shtet karagjos me një qeveri karagjose dhe me një parlament karagjosësh. Por me një drejtësi dinjitoze, apo jo? Jo, nuk do ta thosha akoma atë. Akoma. Nuk do ta thosha për arsye se në drejtësi tani që del në dritë del vetëm spaku dhe Byroja Kombëtare e Hetimit. Po drejtësia për qytetarët shqiptar ka vdekur me kohë. Megjithatë do kthehemi tek Ballukja dhe tek Rama. Dje ata kanë ndënjur 4 orë bashkë. Kanë ndënjur 4 orë, përse kanë ndënjur? Për të bërë diskutime, për të bërë dashuri, për të zgjidhur probleme, për të dalë nga halli, për të shpëtuar gjykatës, për të shpëtuar prokurorisë, përse kanë ndënjur? Se s'bën vaki që të rri kryeministri me një nga antarët e kabinetit ti me zvëndsën e ti, të rri 4 orë, çfarë kanë diskutuar. Pra thash jemi qeveri shtet karagjos me një pushtet karagjosësh dhe me një qeveri karagjosësh. Këta jemi dhe me një parlament karagjosësh. Zotëri, Belinda Balluku e ka mbushur kupën. Pa diskutim. I ka kaluar të tëra normat edhe të tërë kufit për të arrestuar dhe për të gjykuar. Këtë për shikuesit tanë që ju kanë ndjekur, ju keni 2 vite që e thoni dhe e kërkoni. Dhe praktikisht nuk po bëhet asnjë sepse këta e mbajnë pushtetin me zorë, jo me zorë, e mbajnë pushtetin se u ka zënë pushteti derën këtyre. S'ka kushtuar marrë pushtetin. Sepse këta të tjerët, ashtu quajturit opozitar, këta janë më karagjosë se këta, më hajdut se këta. Jo më larg se sot pas dhe dëgjova nga shtypi që Sali Berisha ka një lot kryesor në Unazën e Madhe të Tiranës. Pra hanë bashkë, punojnë bashkë. I bëjnë të tëra bashkë. Ato që kam thënë me kohë në emisionet tuaja, në intervistat tuaja. I kam denoncuar me kohë. Mirë po këta bëjnë kështu sepse s'ka kush u dalë përballë. Këta ore, nuk e thash, nuk gjen fjalë që ti përcaktosh pislëqet e këtyre njerëzve dhe pandershmërinë e tyre, dhe turpet e tyre. Po këta nuk kanë as turp, as frikë, as nder, as gjë dhe tallen me shqiptarët. Pra, Ballukja ka ndënjur me Edi Ramën dje, siç ka ndënjur herë për herë, po pa e ditur media, dje ka ndënjur për të zgjidhur ç'do thonë para drejtësisë. Pikërisht kjo është tani, si do i përgjigjen avokat? Cili është skenari i tyre? Ka shanse që Rama t'i kundërvijnë spakut apo jo? Rama me kohë i shkundërvën spakut. Pa ata i ka lëshuar ata tjerët avokat. Tani çfarë do bëjmë me këtë? Këtë më duket do ta mbaj.
këtë nuk do ta mbaj ai këtë, e mban kjo ata. Po si e mban kjo? E mban kjo ata, dhe ai ishte i detyruar që kësaj t'i lëpi këpucët, sepse kjo e ka komprometuar, dhe ai atë bën, i lëpihet asaja, gjitha Edi Rami gjatë, edhe që na tregohet në del dhe autoritar, tani një Karagjosës, del dhe i lëpihet Ballukës, sepse Balluka e ka komprometuar. Avokat, ju po thoni që shantazhohet kryeministri? Jo shantazhohet kryeministri, shantazhohet Edi Rama, për Ballukën është pallosh i gjatë, ai nuk është kryeministër, zotri, ajo e ka thënë se ka lënë ta kuptojmë neve. Ai pallosh i gjatë, pra ajo e merr palloshin dhe i bën zbor tani dhe ka mbajtur ajo djatë 4 orë në kryeministrin dhe ka thënë këtu që në bëjnë se këto gjë të kemi bërë bashkë. Unë zëre se kam qenë atje në dialogun e tyre. Unë e di që dialog që kanë bërë, e imagjinoj, domethënë jo di se s'kam qenë atje. Por e imagjinoj dhe e kuptoj çfarë dialogu kanë bërë dhe çfarë sherrësh kanë bërë, sepse thuhet që janë dëgjuar dhe të bërtitur ato lëritero atje në kryeministri. Pra, ajo ati i thot tani këtu, i thot qenë birqeni mos më lëviz që kthej se me ty i kanë bërë të tëra dhe ti do përgjigjesh bashkë me mua. Dhe nuk ja tha kot atë fjalë që i tha Fardie që nuk do të mundesh ti, tha, të bësh me mua, i tha, atë që bëri baba yt me gjyshin tim, i tha. Kjo i thot të tëra, i nderuar gazetar. Kjo i thot të tëra, për ata që din të lexojnë midis rreshtave, kjo i thot që ke kujdes se unë të bëj gropën. Dhe praktikisht ajo ja bën gropën atij. Tani çdo gjë varet nga Ballukja. Po është trimresh, siç pretendon, ajo e dinam lecon koshplerave. Po është femër, pastaj se gjitha femrat e dobta, atëherë ata do bien në marrëveshje, do t'i qetësojnë gjërat, por ajo nga drejtësia nuk shpëton. Pra, skenari i mundshëm është që të shkoj vetë, të shkojnë të dy, apo të mos shkoj asnjë? Skenari më i mundshëm është që skenario, ajo do shkoj vetë në drejtësi, nuk bëhet fjalë fare. Por ajo duhet patjetër të tërheqë me vete vetë. Dhe këtë gjë do ta bëj spaku. Avokat, dje hyri dhe Ulsiu e thirrën ministrin e drejtësisë, ish ministrin. Po tani, përse mendoni që e kanë thirrur, sepse janë bërë si shumë avokat, shumë gjyqtar, prokuror nga Dibra. Kanë dhe këta të tarafin e vet, dobin e vet, tani për t'i marrë një mendima, për në ndikima. Ju si mendoni? Atëre me që jemi të Dibra, duhet t'ju vënë duke një fakt. Që nga viti 1912 dhe sot e kësaj dite, Dibranët kanë qenë gjithmonë në pushtetin ekzekutiv. Si kanë? Ndash në Kodzogut se i ushqen Beogradi. Teze fort kjo, avokat. Është fakt. Ky është fakt historik. Është fakt historik dhe dalën të më thonë jo. Të dalën të më thonë jo, dakord. Pra, Hulsia si e ka ai, është thirrur dje për të konsultuar si do bëjnë. Është ai Hulsi që është autori dosjes 184 për zgjedhjet e Dibrës. Drejtësia tha që Ulsiu s'ka dorë aty, kështu që... Po s'ka drejtësi,